Përshëndetje miq të dashur. Te bëjmë një krahazim sikur se ti shkon Bedri Hamza kryeministër apo Lumira Bigjiku kryeministër apo Ramush Haradinaj kryeministër, a ke vepruar sikur kur ti e lutëm. Shkojmë dëgjojmë. Por për të vazhduar dialogu, natyrisht ne kemi nevojë që Milan Radojčić, kryeterroristi që na e vrau rrështerin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, të dorëzohet organeve të sigurisë në Kosovë, me qenë se edhe organeve të drejtësisë, me qenë se ka këtë akuzë me 160 faqe nga prokuroria speciale, së bashku me 44 paramilitarët e tjerë, të cilët deshën që në banjës këtë zveçanit ta filloj një konflikt të përmasave të gjëra, nga i cili ata shpresonin se do të mund të provokohej ndërhyrja e Serbisë për ta aneksuar veriun e Kosovës. Në gjudmiq, unë se besoj, kështu direkt për i thonë që unë nuk e besoj, sepse ata derisa kanë qune për zyra, kanë bashkëpunu me ta si lista sërbe, unë se kësha besuar. Por, Albin Baba po, thot jo, s'ka pa e dërzu kriminalin e Kosovë. Miq, respekt, kush ka mundësi në subscribe në YouTube, ja di për faleminder, kështu që mirë pafshëm në vitet e radhës.